Përshëndetje Djevza. Përshëndetje, mirë më ngjesi, se të na akoma është 11 ora. Po, 11 edhe këtu. Si e? Si po kalon? Mirë, faleminderit. Ti si je? Mirë, shumë faleminderit. Fillimisht shumë faleminderit për prezencën, për kohën, shumë urime ditën e gruas edhe gjithë për nënat, për gjithë kolegët tona dhe çdo kush që është duke punuar me ne. Unë do bëj një prezantim shumë të shkurtër në lidhje me Business Network Albania, në lidhje me këtë komunikim sot dhe këtë bisedë dhe pastaj mund të vazhdojmë edhe më konkretisht. Unë quhem Hudi Sheu, jam kryetari i bordit të Business Network Albania. Business Network Albania është një organizatë jo fitimprurse në rritje, e fokusuar në sipërmarrës, investitor, profesionist dhe drejtues ekzekutiv shqiptar në mbar botën. Qëllimi ynë është të bashkojmë diasporën me tregjet lokale nëpërmjet një platforme online të cilën ne momentalisht e kemi në përdorim dhe gjithashtu nëpërmjet konferencave dhe eventeve. Dhe biseda sot është duke u zhvilluar në kuadër të ditës së gruas, një ditë shumë e rëndësishme, duke qenë se jemi dhe në prag të konferencës së Londrës, që ne jemi duke zhvilluar më datë 21 mars, ku fokusi normalisht do të jenë shumë tema të ndryshme si Ballkani Perëndimor, investimet, tregtia, por po themi ajo qershia mbitor do të jetë për të folur për gratë në sipërmarrje, për sfidat që ato kanë pasur dhe për gjithë sukseset dhe të gjithë roli që ato kanë. Dhe jam shumë i lumtur që në këtë konferencë ka shumë gra të suksesshme, të cilat janë pjesë e paneleve dhe janë pjesë e gjithë diskutimeve. Kjo bisedë sot po zhvillohet me Djellzën, pikërisht sepse Djellza është moderatore e këtij paneli dhe unë jam shumë i lumtur që ta prezantoj këtu dhe gjithashtu Djellza të bëjë një prezantim për veten për gjithë komunitetin tonë. Dhe jam shumë i lumtur që do të jetë me ne qoftë sot, po qoftë dhe në Londër. Kështu që shumë faleminderit edhe mirë se erdhe. Shumë faleminderit nga ti, është një ndjerë e madhe për me pas sot mundësinë me hyjë në live me ty, sidomos në këtë ditë aq veçantë që është dita e grave, edhe besojmë se ma vonë e kuptoni edhe pse është një gjë shumë e rëndësishme për mu, po edhe njëherë është një ndjerë për mua dhe me qenë moderatore në domethënë panelin gratë në sipërmarrje, është një gjë shumë e madhe që na efekti është për krejt popullatën shqiptar, për krejt botën, kështu që është një gjë shumë e rëndësishme. Shumë faleminderit. Unë do doja që ta nisja duke të pyetur për na treguar pak më tepër fillimisht rreth eksperiencës tënde dhe po themi gjithë profilit tënd. Edhe pastaj të mund të kalonim edhe në disa pyetje konkrete në lidhje qoftë me këtë ditë apo qoftë edhe me panelin se si do ta trajtojmë. Po, me gjithë qef. Unë e quhem Djellza Fetahi, i kam 33 vjet dhe jam lindë dhe rrit në Zvicër. Prejardhjen e kam nga Peja e bukur, nga Kosova. Prindë e mi në fakt, në vitet në 1990 kanë dalë, janë shpërngul në Zvicër për arsye ekonomike. Besoj si shumë familje dhe kjo është një temë shumë e madhe akoma, që shumë persona dalin për arsye ekonomike në shtete tjera. Edhe babi jam është rrit me një familje ku i ka pas kanë qenë vetë motra dhe vllazën. Dhe ajo ka qenë një sfidë e madhe financiarisht për familjen, kështu që babi u detyru me dalë në Zvicër dhe me punu. Gjithsesi edhe mami tani ka shku shtatzon me mu në bark, edhe unë kam lind kështu në Zvicër, edhe muj me thonë që është një dhuratë për mu në fakt, sepse ma kanë jep mundësinë mu rrit me një shtet ku ma ka mundësu edukimin ma të lartë që muj me thonë në botë, edhe prindë e mi më kanë shty çdo herë drejt atij drejtimit për me kuptu se çfarë aftësi mundem unë mi zhvillu në jetën time, që më nevojiten mu për jetën time, kështu që prindë e mi janë angazhu shumë në mu edhe motrën e vllavën që kemi pas për edukim, sidomos. Edhe babi është kimist, edhe unë kum hi në atë drejtim, e kum kry farmacin. Tani e kum pa shumë shpejt që ka ma shumë aftësia, edhe prindëm kanë qenë në Amerikë, më kanë qenë për 2 vite për me vazhdu shkollën atje, edhe ju më kthy, edhe tani kum punu si drejtoresh me një klinikë estetike në Zyri. Edhe muj me thonë se krejt këtu eksperjenca në fakt kanë qenë eksperjenca vetëm për me kuptu se çka po du me të vërtet. Edhe e kum kuptu se diploma nuk me bën mu se kush jam, ajo është vetëm një aftësi që e kum mësu, edhe ato aftësia që e kum mësu, domethënë diploma nuk është
nuk u dzon kur me bloku aty me mbet, po ajo do të me mrit si njeri, me mrit si person, si përmarrse. Edhe kështu që e ku marrë vendimin tani, e ku marrë vendimin me bë diçka për veten time. Edhe kur e merr atë vendim me pas përgjegjësi të plot ndaj jetës tonë, nuk është e lehtë me me taktu rrugën, çfarë rrugtimi do nejt. Edhe kështu e kum pyet veten unë diell çka po don me arrit me punën që e bën. Edhe tash him këtu te gratë, unë e kam një nonë që ka punu gjithë jetën, presi ka 16 vjet. Nona ime, me thonë drejt, nuk ka jetu për një jetë për veten, po ka jetu një jetë për me bështet, do më thonë, rrethinën e saj, familjen. Edhe une i kum thonë vetit, une du me bo nonën tem, e baben du me bo krenar, edhe atë mundësi që ma kanë jap në këtë shtet, nuk du me mbet vetëm punëtore, po du maksimumi me nxerr me punën që printe mi e kam bo. Kështu që mami jam ka luftu shumë, për me mujtu në sot me kanë kjo gru që jam, që i beson vetës, për atë arsye kum fillu me network marketing. Pse? Sepse e di se shumica e njerëzve nuk e kanë diurin për këtë profesion, po është një profesion ku i mëson personat apo i forcon mu bë lidera. Do më thonë me besu në veten edhe me kuptu se ata të gjitha i kanë të gatshëm për me ndërtu jetën e tyre të ëndrave që e kanë paramendu çdo herë, edhe mundesh me mësu edhe nuk ki nevojë me pas investimet mëdhaja. Po është gjithçka aftësia edhe koha edhe përkushtimi që nevojitet. Edhe unë këtë kum pas një mundësi shumë të madhe, sepse një qëllim e kum pas, du me hine histori. Edhe ku mendu qysh mundesh me hinë histori, është mi janë ndryshu njerëzve jetën, për të mirë. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet edhe realisht përgëzoj për gjithë rrugtimin, me shumë siguri besoj që të rritesh në një vend huaj në diasporë nuk është shumë e lehtë. Pra çdo kush që mendon që është diçka e thjeshtë dhe mendojnë që gjithë personat që kanë emigruar kanë pasur mundësi më tepër, besoj se me mundësi të vinë edhe sfidat. Edhe të kuptoj shumë drejt për gjitha ato që ti the dhe faktikisht tani isha duke menduar pra me gjithë këtë çfarë ti na tregove dhe duke lidhur pak edhe me gratë e tjera. Pra nëse do të shikosh sot se ku je ti në biznes dhe në mënyrën se si ti po inspiron apo krijon, po themi këto modele dhe në të njëjtën kohë gratë e tjera të cilat janë në biznes po arrin të krijojnë modele të suksesshme, po krijojnë mundësi për gratë tjera. Cili progres të jep më shumë optimizëm nga gjithë, po themi nga gjithë gjëja? Kemi bën një progres që nuk po besohet akoma, që ka ndodhur ai progres. Edhe këtu flas që nga momi jam, çfarë jetë ka pas momi e çfarë jetë kom unë. Edhe këtu kur paramendojnë që para disa vite, edhe nuk është larg që femnat as nuk kanë pas drejt me votu. Do më thonë, vetëm kur e mendojmë këtë, edhe tash femnat në krejt botë janë të udhëheq, janë të vendose në çfarë rrugë po shkon ekonomia, në politikë, në çdo gjë, kjo është e pabesueshme. Do më thonë, jemi të arrit në atë nivel ku femna po shikohet seriozisht si një njeri që është i barabartë si mashkulli, si burri. E kjo është një gjë shumë e madhe, të jemi sinqert. Yes. Okej. Po nga përvoja jote personale, cilat cilësi beson se përcaktojnë leadershipin e fortë sot? Edhe këto cilësi si ndikojnë, domethënë, në organizata moderne apo në organizata që janë duke u zhvilluar apo në organizata globale? Ndëgjo, puna leadershipit është një punë shumë e madhe. Edhe puna leadershipit nuk është vetëm biznes, po është fillon që nga ku rritesh. Do të thonë prind që i ki. Edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që unë e them edhe në shkollë do të më mësu fëmijën për leadership, për arsye se si udhëzojnë fëmijën, si punojnë me fëmijë, kjo është një gjë shumë e madhe, që në fakt edhe na ndryshon komunitetin, popullatën botërore. Po, kur e mendojmë edhe këtu, kur shkojmë mbas, përpara ka qenë leadership e ka pas një tjetër rol, ka qenë hierarki. Ka qenë kush është personi autoriter, do më thonë, çka thot ai na bojmë,
nuk kundërshtojmë, është ka qenë leadershipi përpara ka qenë një tjetër gjë. Sot është totalisht një tjetër gjë. Ka ndryshuar koha, nuk është më ajo mënyrë e leadershipit që domethënë ndoshta edhe na gjenerata jonë që e kemi mësu, nuk është më. Kështu që edhe na do të tash mu orientu ndrysh. Për mu, sidomos të femrat, leadershipi, siç thash, fillon nga shtëpia. Një femen, ose në përgjithësi, leadershipi është për mu shumë e rëndësishëm, sepse ajo i mëson njerëz se çish me i forcu njerëz tjerë për me besu se janë të aftë për me qenë vetë lidera. Sepse nëse e paramendon një kompani, e ki kompaninë tënde edhe ti i ki punëtorët edhe don që ata punëtorë me bë punën si çdon ti. Ma e lehtë është, jo vetëm si çdon ti, po ata me kuptu se çka është vizioni. Ata me pas atë ndjenjen, unë po du me ndjek këtë vizion. Unë po du me qenë pjesë e këtij vizioni. Unë po du me ndërtu këtë vizion bashkë me liderin tem, se jam tu i besu udhëzimit që është të na jap, drejtimit që është të na jap. Edhe domethënë kjo është për mua në fakt leadershipi sotëm, nuk është vetëm unë, po është vizion të përbashkët, domethënë një vizion që e krijojmë bashk. Po, definitiv. Realisht, kur të dëgjoj, jam shumë i entuziazmuar të më drejtën, sepse për të njëjtën arsye u krijua dhe Business Network Albania. Pra, nuk mjafton, një lider mund të ketë pafund edhe mund të ketë shumë, por të arrish që të kthesh një vizion në realitet, normalisht të duhet shumë punë dhe të duhen njerëz të cilët besojnë në këtë vizion dhe gjithashtu punojnë. Ti the pak më parë dhe është një pikë shumë e rëndësishme që unë do doja ta përmendim. Gjithashtu në fund do të kemi edhe disa pyetje nga personat që po na ndjekin për të bërë më tepër pjesën e engagement. Ti përmende pjesën e komunitetit. Pyetja ime për ty është, duke u rritur në një vend, pra duke u jetuar, duke punuar në një vend në diasporë, besoj se ti e kupton shumë mirë pozicionimin e komunitetit. Dhe pyetja ime është, sa mendon se ndikon apo sa i rëndësishëm është komuniteti apo rrjetet profesionale apo organizata për të ndihmuar njerëzit që janë në diasporë që të rriten dhe të krijojnë diçka? Qose dikush me pyet diellës a i don 1 milion apo a i don 10 kontaktet e vlefshme, unë çdo herë i zgjedhi 10 kontaktet e vlefshme. Okay. Your network is your net worth. Kjo është një shprehje që është shumë e vërtetë. Edhe këtu mund me thonë, roli i komunitetit është një rol shumë i rëndësishëm edhe i rrjetit. Sepse nëse ti don me arrit gjëra më të mëdha, apo në fakt ti as nuk din çka don me arrit, po je me një rreth që janë në njëjtin pozitë, nuk kanë qëllime, domethënë apo ideja, nuk kanë vizionar, ti ke me mbet aty. Kështu që rrethi yt e përcakton në fakt ardhmërinë tënde. Kështu që nëse ka njerëz që dojnë me ndryshu diçka, apo dojnë më rrit, apo dojnë më zhvillu, është e domosdoshëm mos sill në ato rrjete. Edhe Business Network Albania është rrjeti i duhur për këtë, sepse ki njerëz që dojnë me ndryshu diçka, ki njerëz që janë ambicioz, ki njerëz që janë sipërmarrës, ki persona, domethënë i ki e vlera është aq e madhe nga çdo njani që është aty, që ti patjetër ke me pas atë energjinë për me bë diçka më të madhe. Kështu që rrjeti yt e përcakton ardhmërinë tënde, e përcakton suksesin e biznesit ton. Kështu që nuk ka tjetër rrugë. Ma para ndërto rrjetin se sa me shiku ku mi marr paret për me bë biznes. Ndërto rrjetin edhe biznesi vjen. Okej, lidhur me këtë, ne do të kemi edhe në konferencën e Londrës, po edhe këtu kam përshtypjen që mosha e personave që na ndjekin apo mosha e themeluesve të rinj që do të jenë në konferencë janë relativisht një gjeneratë e re. Dhe pyetja ime për ty është që pse është e rëndësishme që kjo gjeneratë, këta themelues apo profesionistë që kërkojnë mundësi të reja, të shohin gra që udhëheqin biznese apo organizata apo biseda dhe të këtij lloji që ne jemi duke zhvilluar. Pra pse është e rëndësishme që këto gjenerata të jenë pjesë, po themi, e panelit që ne do të zhvillojmë në Londër nga 21 mars, që quhet Gratë në sipërmarrje, sfidat dhe sukseset e tyre.
sidomos për një vajzë të re, edhe këtu du me javë tërgu një histori shumë të shkurt. E kam një shoqe që ka qenë një femër, është një femër inteligjente. Na krejt në shkollë kemi thonë që kjo kam arrit shumë. Prindë e saj e kam përgadit shoqen time për rrugtimin e saj në jetë, për gjithçka ka bo magjister në shkollat më të larta këtu në Zvicër, domethënë ka kryer të gjitha. Po, ka ardhur momenti ku ajo u lidh, është martu edhe është bën non. Gjithë ato gjëra që ajo i ka mësuar në atë moment që është bën non, nuk ka mujt më mi përdor. Ajo e ka pas vetëm rolin e nonës, pse? Sepse sistemin që na e kemi si për punëtor nuk është i krijuar për familje, është realiteti. Gjë më e mirë që ka kish mujt asaj me ndodh është me qenë si përmarrse ku ajo vet e vendos kohën qyshe tek. Kështu që çka ka ndodh, i ka ndodh diçka e bashkëshortit saj edhe ajo e ka pas përgjegjësinë plot ndaj fëmisë edhe vetes. Po as nuk ka punu dhe as nuk ka pas, domethënë, një drejtim se ku me shku. Edhe aty ajo më ka thonë djelë tash për kuptoj pse isha duft, jo vetëm punëtore me qenë, po isha duft si femën sidomos, me shiku, me ndërtu, domethënë, me ndërtu ardhmërinë tem për vetën time, edhe mu rrethu nga njerëz që munden me mbështet në atë. Edhe kjo është sidomos për femna. Çdo femën duhet me kuptu se si mundet me qenë e pambarme nga çdo situatë që mundet me ndodhë me qenë përgatitur, sidomos femna. Po. Okej. Lidhur me këtë, duke qenë që ti do të moderosh panelin e grave në konferencën tonë ekonomike, një panel që do të përbëhet nga 4 gra shumë suksesshme, që mund t'i përmendësh Klea Huta, Orsela Cani, Erjona Bajrakurtaj, edhe Blerta Bajrami. Çfarë bisede mendon se do të krijohet në atë sken? Pra, të 4 këto gra shumë të suksesshme, çfarë mendon se biseda do të zhvillojnë për gjithë audiencën në skenën e BNA-s? Ndëgjo, kete ku mendu shumë mirë. Edhe shumica herë në panele, që kam dëgjojmë janë persona që e tregojnë historinë e tyre perfekte, rrugtimin e tyre perfekte, po ky nuk është qëllimi jonë. Qëllimi jonë është më të tregu sidomos femrave, më të tregu realitetin e biznes, më të tregu çfarë sfida kanë kalu dhe si i kanë arrit mi kalu ato sfida. Si është e punosh kur ki xhelozi, domethënë në rrethin tonë, sidomos femrat kanë shumë xhelozin dhe ndaj njëna tjetrës, edhe kjo është një gjë për mua. Po, domethënë me kuptu se me çfarë sfida po përballohen femra që janë në sipërmarrje, edhe se si kanë pas mundësi mi përballu ato sfida, edhe çka mendojnë ato se si mundem me arrit për mos mi kalu ato sfida për më rrit me ma lehtësi. Kështu që qëllimi është me kriju një diskutim që shton vlerë, mësimi më i madh bëhet vetëm kur i shohim sfidat dhe si kanë zgjidhur ato sfida. Domethënë ky është mësimi më i madh, edhe normalisht qëllimi është që çdo femën që del nga ai event me thonë wow, okay, besoj që edhe unë mundem me boket. Po. Okej. Kemi faktikisht disa pyetje që unë do doja t'i bëja, që janë nga personat që janë live, nga audienca. Si mund të mbështesin më shumë njëra tjetrën gratë në diasporë sipas teje? Për me kuptu se çdo femër është unike, nuk kemi konkurrencë ndërmjet njëna tjetrës, nuk ekziston konkurrenca. Pse? Se une nuk munde me jetu një jetë tjetër kuj. Edhe kur e kuptojmë këtë që më në fakt çdo njëna i kemi vlerat tona, i kemi aftësitë tona që mundem mi lidh bashk edhe me bo një super fuqi, kjo është një gjë shumë e madhe. Pse? Më falni që po ju thon, po lek ka mjaftueshëm për të gjithë. Po si e bëjmë atë lek është rëndësishëm.
si e bëjmë atë lek? A bëjmë atë lek me një komunitet shumë të fortë që e kini ide apo të nevojtë diçka edhe din që e kini mbështetjen, apo e bën atë lek që e kini sfidë edhe ki frikë që vetë tash duhesh me përballu atë sfidë edhe mundet krejt kompania, domethënë me falimentu për atë arsye, kështu që normalisht ajo pika e parë se me një rreth fort që nuk është konkurrent, po e sheh që okay, edhe unë muj me përfitu nga ti, po edhe ti përfiton nga unë. Kjo është e femna diçka që na do të me kthy, sepse na e kemi një energji që është Mother Nature, tham. Është super fuqi, na do të me shfrytzu këtë bashk, me punu bashk, me ndërtu bashk. Yes. Para se të vazhdoj te pyetja tjetër, dua të theksoj që kur ne lançuam konferencën e Londrës, kishim shumë persona që po aplikonin për të qenë folës panelist, edhe jo më larg se ditën e premte ishim duke bërë një check të gjithë folësve, panelistëve, moderatorëve që ne kemi. Dhe në total ne kemi diku te 30 momentalisht, panelist, moderator dhe folës kryesor. Dhe çfarë më bëri shumë të lumtur është fakti që 15 dhe do të jenë 16 prej tyre, pra do të jenë 16 nga 30 janë femra, janë gratë të cilat kanë arritur të kenë sukses në diasporë. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme të theksohet, sepse padyshim të krijosh diçka në vendin ku ti je lindur, je rritur, je edukuar, nuk po them që është më e thjeshtë, por normalisht ka disa elementë që e bëjnë rrugtimin ndoshta pak më të thjeshtë sepse ke kontaktet, e ke krijuar, po themi, gjithë atë stabilitetin. Ndërsa kur ti je në diasporë, ti do duhet të krijosh çdo gjë nga zero. Dhe për këtë unë për shembull jam shumë i lumtur edhe pres vërtet me padurim të dëgjoj çdo kënd prej tyre. Dhe një pyetje që ua kam bërë të gjithëve, faktikisht lidhet deri diku dhe me pyetjen që Giovanni ka komentuar, se sa e rëndësishme është që pikërisht këto gra në diasporë që kanë sukses, kanë biznes ose janë profesionistë ose drejtojnë kompani ose janë pjesë në kompanie, të qëndrojnë të lidhura me rrjenjët e tyre apo me vendin nga ato vijnë. Pra sa e rëndësishme është që këto persona të jenë të lidhur me Shqipërinë apo me Kosovën. Sepse çdo gjë rrjedh nga Shqipëria dhe Kosova. Dhe Maqedonia, domethënë, në përgjithësi Dardania, gjithçka rrjedh nga aty, gjithçka ka filluar aty. Edhe unë jam patriote shumë. Domethënë, vin nga një familje patriote që unë, domethënë, qëllimi i parë çdo herë, edhe një herë, aftësitë që unë i kam mësu me ja sjell atij shtetit ku gjithçka burimi i jetës i gjeneratave të mia, domethënë ka lind. Edhe kjo është një gjë shumë, se është kur mos harro, ti ki me ndryshu ndoshta si person, s'di sa herë, ki me qenë në jetën tënde 5 herë një person tjetër, sepse zhvillohesh. Po kur rënja tua mos e harro, sepse ato janë në fakt arsyeja pse ti je këtu ku je. Krejt ato sfida që i kemi kalu në histori, ato janë në fakt është një dhuratë për ne, se na ka formu, na ka bo më ka bo edhe mu ai person që jam unë sot. Ajo. Kështu që kur rajen tonë nuk u me haru. Edhe çdo herë duhet me pas në mend këtë që jam të e bo tash, si moj mi ndihmu apo mi afru edhe shtetit ku, domethënë ku rajet e mia burimin e kanë, si moj aty me ndërtu diçka. Edhe kjo është për mua çdo herë e kam në mendje. Çdo herë. Patyshim. Besoj se të bësh biznes është shumë e rëndësishme të njohësh kulturën nga ku ti vjen, identitetin dhe gjuhën. Unë mbaj mend në bisedat tona të para që kemi diskutuar edhe për konferencën dhe për BNA-n. Kjo ka qenë një nga arsyet kryesore pse po themi ka qenë shumë i shpejt vlerësimi nga të dyja palët, sepse ndajmë të njëjtin vizion, pra Business Network Albania edhe ti. Është shumë e rëndësishme që në çdo vend që ne shkojmë, edhe në Londër, ku ne do të kemi pjesëmarrës nga Mbretëria e Bashkuar, pjesëmarrës që do të vinë nga Gjermania, Zvicra, Shqipëria, Kosova, Hollanda dhe Belgjika disa. Pra mund të them është një pjesë e konsiderueshme të diasporës, ku pritet që të jenë 300 deri në 400 pjesëmarrës. Është shumë e rëndësishme të theksohet fakti që nuk do të harrojmë kur vendin nga ku vim dhe të ndihmojmë sadopak në zhvillimin e vendeve tona. Dhe një gjë jam shumë i lumtur edhe po ta them sot,
Mendoj që ka shumë persona që investojnë monetarisht, por ka shumë persona të tjerë që kontribuojnë dhe investojnë ato vende nëpërmjet gjithë know-how, nëpërmjet eksperiencës tyre, dhe unë jam shumë i lumtur që ti ke punuar, ke zhvilluar gjithë karrierën tënde dhe sot je duke dhënë diçka pas për gjithë këto, jo vetëm gra, por për çdo kënd që është në këtë ekosistem, pra qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Kështu që unë isha shumë i lumtur nëse ka pyetje të tjera nga audienca, Djellzën e kemi këtu, besoj Djellza do na japi shumë përgjigje edhe në Londër, ku do të jemi gati 8 orë, mos gaboj, do të jetë një konferencë shumë e ngjeshur. Kështu që nëse keni pyetje, mund t'i bëni tani, ose mund vini në konferencë edhe mund të takojmë personalisht edhe të diskutojmë më gjatë për një orë edhe Djellzën në aspektin profesional, po edhe në lidhje me panelin se si ne do e trajtojmë. Patjetër dua dhe më shtu diçka për ata që janë të mendu a më ardha mos më ardha. Investimin më të mirë që mundesh me bë, jo mos e shiko si një po shkoj në një event. Është një investim për ardhmërinë tënde. Ku e ki mundësinë mu lidh me persona, ku e ki mundësinë me ndërtur jetën tonë, e ku ki mundësinë me mësu, me shtu jetës tonë aq shumë vlera nga eksperienca e shumë personave që kanë arrit aty ku ndoshta ti do në më shku, kështu që ky është një investim në jetën tënde për ardhmërinë tënde. Kështu që është një investim, nuk ka investim më të mirë si kjo, që askush nuk mundet me ta marrë. Kështu që unë për veti menzi po pres me qenë pjesë, e di që kom mësua edhe vetë shumë, edhe sidomos gjuhën shqipe, mos harroni se gjuha e nanës është shqip, po jam rrit me gjuhën gjermane. Është për mua, edhe kjo është një challenge për mua, po është një sfidë e bukur sepse jam të mësu gjuhën shumë mirë. Ka dale, po shkon, gjithçka në rrugën e duhet. Në komunitetin që ti ke aktualisht që je duke bërë network marketing, çfarë të bën më shumë krenare kur sheh gratë të tjera që sot po arrin të bëjnë biznes dhe të kenë sukses? A din çka më bën më shumë të krenare? Që i besojnë vetës. E ka një qëllim, edhe diçka në kompaninë tëmë thëmë, kjo është vetëm mjeti. Network marketing është vetëm mjeti për me arrit qëllimin tonë, se parja nuk është qëllimi. Qëllimi është tjetër gjë që e arrin me pare. Edhe mu pëlqen sepse kanë kriju aq shumë vetë besim. Janë drejtu tash perspektivën e kam vetëm të zgjidhja problemeve. Do më thonë, jeta atyre nuk është mo vetëm probleme, po e ka një qetësin shpirt që vetëm shikojnë, okay, si mund ta zgjidhi këtë, si mund ta zgjidhi. Edhe leri lekt, leri krejt këtu. Suksesi më i madh është që e kanë atë besimin, s'ka lidhje çka dojnë, e dinë se mujnë me arrit. E kjo është diçka që nuk mundesh me blej asgjë. Po. Është shumë faleminderit për gjithë eksperiencën që ti ndave, për gjithë rrugtimin edhe çfarë je duke zhvilluar. Unë jam shumë i lumtur gjithashtu dhe pres me padurim që të dëgjoj më tepër se si paneli do trajtohet në Londër. Gjithashtu jam shumë i lumtur që gjithë konferenca, po them, më tepër se 90% e saj do të jetë në gjuhën shqipe, por do të ketë edhe përkthim simultan për pjesëmarrësit, pasi kemi edhe pjesëmarrës të huaj ndërkombëtar. Por ne kemi zgjedhur pikërisht atë që folëm në fillim, që konferenca të jetë në shqip për arsyeën kryesore që ruajtja e identitetit në biznes besoj se është një faktor shumë i rëndësishëm. Edhe sot që flasim mund të më aposh gjithashtu. Diaspora është e fragmentuar pikërisht prej këtij elementi. Pra, sot që flasim, diaspora ka humbur, po themi, lidhjen që ka me kulturën se nga vjen, dhe mendoj që e kam thënë shpesh herë, edhe besoj se edhe këtu ndajmë njëjtin mendim, që nëse shqiptarët do të ishin pak më të lidhur ngushtë me njëri tjetrin, pra këto projekte që kanë mos i çojnë në një kompani të huaj, por të shikojnë dhe të përpiqen të gjejnë fillimisht një zgjidhje në komunitetin e tyre të vogël apo në komunitetin ku ata jetojnë, besoj se kjo do të ishte forca më e madhe ekonomike e shqiptarëve mbar botën, dhe është një potencial i jashtëzakonshëm. Ne kemi më shumë se 100.000 sipërmarrës, më shumë se 500.000 profesionistë, të cilët ka humbur, po themi, dy ekuacione që nuk janë më, po themi,
në sinkron me njëra tjetrën. Kështu që ajo që unë pres nga kjo konferencë dhe besoj shumë të tjerë këtu, pikërisht për të dëgjuar se si pikërisht këto gra mendoj se mund të sjellin një zhvillim shumë të rëndësishëm ekonomik. Dhe mendoj që të gjitha ju keni bërë një punë të jashtëzakonshme në profilet tuaja, në rrugtimet tuaja, dhe uroj shumë që gjitha audienca, gjithashtu Giovanni ka bërë një koment, është ekskluzivisht për gjithë personat që mund ta ndjekin këtë live edhe më vonë, për të përdorur kodin DIELLZA30 për të përfituar 30% ulje dhe të presin me padurim panelin e grave, i cili është para përfundimit konferencës. Konferenca do të ketë 4 momente për të bërë networking, për të pirë kafe, për të ngrënë drek, dhe gjithashtu një nga panelet që do të jetë në fund, po jo më pak i rëndësishëm, dhe është pikërisht është vendosur në këtë lloj në program për të dhënë, po themi, mesazhin final. Edhe mendoj që gratë që ne kemi në panel dhe gjithë speakerat apo gjithë edhe personat që janë duke punuar me ne në skuadrën tonë, besoj se janë personat e duhur për ta dërguar këtë mesazh që ne duhet të bashkëpunojmë, ne duhet mos të xhelozojmë njëri tjetrin dhe mbi të gjitha ne duhet që të shkojmë në vendin ku ne jemi rritur apo në vendin nga ne ku kemi rrënjët për të investuar dhe për të zhvilluar atë vend. Bravo, shumë e vërtet. E ki përfundu kështu perfekt. Faleminderit. S'kemi çka shtojmë. Faleminderit. Edhe shihemi së shpejti. Shumë faleminderit edhe për kohën tënde edhe për të gjithë që kanë dëgjuar. Mendzi po pres me ardh ajo ditë edhe me fillu me shkru histori. Unë po i numëroj të gjitha ditët, them drejtë. Edhe unë. Në mëngjes po shkruaj edhe sa ditë kanë vetë nga konferenca, kështu që mezi pres edhe unë, edhe uroj shumë që të gjithë personat të kenë marrë një ndjenjë pozitive, dhe në fund për ta përmbyllur nga ana ime, nëse ti mund të kesh të përshtuar diçka, dua që t'ju uroj të gjithë personave që nuk ishin fillim, të gjitha grave, nënave, kolegeve tona gëzuar 8 marsin, dhe besoj se jeni forca dhe motori më i rëndësishëm i gjithë ekosistemit tonë. Bravo. Qoftë në familje, qoftë në punë. Bravo, urimet 8 marsi. Urimet 8 marsi. Faleminderit shumë. Shihemi së shpejti. Faleminderit. Ciao. Faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve dhe mos harroni që të blini biletën tuaj në event.bna.al. Mund të përdorni kodin DIELLZA30 për të përfituar 30% ulje nga bileta, e cila ka një çmim standard për 149 euro dhe ka akses në të gjithë konferencën, në të gjitha sesionet e rrjedhësimit të kafes dhe të drekës, dhe gjithashtu keni mundësinë që të përfitoni platformën e Business Network Albania për 3 muaj pa pagesë, dhe gjithashtu të bëni pjesë e një shorteu për të fituar mentorship me 4 folësit tanë kryesor. Shihemi së shpejti dhe mezi po pres të takoj të gjithë personalisht, të kemi biseda konkrete dhe mbi të gjitha të sjellim një ndryshim real për ekonominë e komunitetit tonë, diasporës tonë, por edhe të vendeve nga ku ne vim, nga Shqipëria dhe nga Kosova. Ju përshëndes gjithëve dhe kaloni një dirë të bukur.